Numri konfirmuar I të vdekurve nga uragani Melissa u rrit në 49 sipas raporteve zyrtare, pasi shkaktoi shkatërrime në pjesën më të madhe të Karaibeve Veriore. Autoritetet në Haiti, I cili nuk u godit drejt për drejt, por megjithatë vuajti ditë me shira të rrëmbyeshëm nga stuhia me lëvizje të ngadalt, raportuan të paktën 30 të vdekur dhe 20 të tjerë të zhdukur. Të paktën 23 persona përfshirë 10 fëmijë humbën jetën në qytetin jugor të Haitit, Petit Goave, kur një lum doli nga shtrati. Rrugët, shtëpitë dhe tokat bujqësore u dëmtuan gjithashtu nga shirat. Ministri I informacionit I Jamaikës konfirmoi të paktën 19 të vdekur, por tha se autoritetet po vazhdonin përpjekjet e kërkim shpëtimit. Stuhia la qindra mijëra njerëz pa energji elektrike, qatit të shkatërruara, fusha të mbushura me rënoja. Ushtria e Jamaikës I ka bërë thirrje personelit rezerv të paraqitet në detyrë për të ndihmuar në operacionet e ndihmës dhe shpëtimit. Melissa mbërriti në Jamaikën jugperëndimore të martën si një uragan I fuqishëm I kategorisë 5, stuhia më e fortë ndonjëherë që godet drejt për drejt brigjet e Karaibeve dhe uragani I parë I madh që e bën këtë që nga viti 1988.